Mirëmëngjes dhe javë të mbarë kudo që ndodheni. Sot dua të ndaj diçka shumë të rëndësishme me ty, prandaj dëgjoj këtë video deri në fund. Shpesh në njerëzit kemi zili pse dikush tjetër ka arritur disa gjëra. Akoma që ka mundësi në këtë ditë të nxehtë të jetë këtu në det. Akoma dhe pse ky person ka një shtëpi të bukur, një makinë të bukur dhe shumë gjëra të tjera. Këtu dua të them që je burr, grua, çfarëdo që je, ti mundet të kesh atë që dëshiron, por e vërteta është që ti nuk e lejon ta kesh. Dhe në qoftë se dhe mua, në një kohë, kur ma kanë thënë këtë, nuk mund ta kuptonja që kjo ishte një e vërtetë. Por dua të them që vetëm një histori të vogël ndaj dëgjoje këtë video deri në fund. Një herë në një kohë në një cirk ishte një elefant i vogël. Ati i vun një zinxhir të trash dhe i lidhen atje që të mos ikte. Kur elefanti u rit, pavarësisht se fuqia e tij ishte shumë e madhe që mund të triqte të gjitha të cirkun, atje që e kishin lidhur përsëri me të njëjtën zinxhir, ai nuk ikte. A i dini pse nuk ikte? Sepse në ndërgjegja e tij, në vetëdia e tij, kujtonte që akoma ai ishte i vogël. Nuk i kishte thënë as edhe një që ai mundeshe tani më dhe ka një fuqi të madhe dhe mund të ikte. Kjo është dhe shkaku i gjithë shkaje që ne nuk realizojmë në këtë jetë, sepse jemi në një program që kur jemi fëmijë të vegjël, me mënyrën si u rritëm, jemi grua apo burr. Dhe këtu dua të them, sepse dhe unë kam përvojën time, historinë time si femër. Kur një femër shikon që nëna torturohet, nëna dënohet, ose gruaja shqiptare mund të them, kosovare, dënohet në qoftë se flet për të drejtën e saj, kërkon të drejtën e saj, dhe ti si fëmijë që e shikon, kujton që kjo është një sjellje normale, që ti je grua dhe nuk ke të drejta, dhe nuk ke të drejta të flasësh, një mashkull mund të bëjë si të dojë, çfarë të dojë, dhe ti ke vetëm të drejta të punosh, të dëgjosh, të thuash po. Ky është një nga shkaqet që ju gratë, ne gratë, por ka dhe meshkuj, nuk kërkoni të drejtat tuaja, nuk vini kufi të shëndetshëm, kur është për të thënë po të thuash po, dhe kur është për të thënë jo, është jo. Sepse jeni bërë ai elefant i vogël që kujton që ti nuk ke më fuqi, pavarësisht se je rritur, ke frikë në brendësi. Por për të gjitha këto ka zgjidhje. Dhe ato që dua të them që mos kizili asnjë, as jetën e asnjëje, sepse ti ke ardhur me këtë yllin e fatit, Të gjithë pa përjashtim kemi talente, kemi atë fatin tonë, e kemi të shkruar, siç kam thënë, dhe kjo mund të gjendet vetëm me ditën e lindjes. Dhe këtu dua të them një lajm shumë të mirë. Ditën e premte, data 24, dhe jo thjesht e kam zgjidhur 24 korrik, ndërmjet platformës Zoom do bëj një trajnim të fuqishëm për të folur për të gjitha këto, të bëjmë pastrimin, po mbi të gjitha do merrni yllin e fatit me ofertë 50%. Ndaj, do jetë grupi vogël, kush dëshiron vërtet, duke e para të videon e fundit që kam bërë intervistën e fundit në Vision Plus për yllin e fatit, do ta marri atë ditë me 50%. Ndaj rezervoni vendet tuaja që të gjendeni ditën e premte në orën 8 me orën të Shqipërisë në Zoom, dhe për të liruar të gjitha këto bllokimet që i ke bërë vetes, që nuk e lejuar të drejtat e tua dhe të mësosh të vesh kufin. Dhe me që është dita e parë e javës, do t'ju jap dhe një letër nga zanat e natyrës që të lidhesh sot me atë energji dhe të fillosh të zhbllokosh të gjitha të bllokimet. Dhe sa shumë Zoti na do dhe universi është me ne. Kjo letër që ka rënë nga zanat
çdo të thotë është një çelës, thotë kërko atë që do. Do më thënë, është kaq magjike universi, prandaj filloni të luani. Kërko atë që ti do. Lere universin, Zotin dhe të tjerë, njerëzit e tjerë të japin atë që ti vërtet do. Por lejo veten të lidhesh me forcën tënde. Dhe forca jote është ylli i fatit. Dhe je me fat që të enten do të marrësh në 50% me ofertë. Ndaj shpejtoni të rezervoni vendet tuaja. Tek numri 0030 699 321 46 37 në Viber, Telegram dhe WhatsApp. Ju mirë pres.